Prandaj, kjo është dallimi i cili ekziston dhe për këtë arsye do të thotë numri i qytetarëve pra i banorëve në vendin tonë dhe i listës votuese nuk është i njëjtë. Me qenë se e përmende votuesin jashtë vendit, apo më tregon se kur ka me fillu me u bo regjistrimi i votuesit që jeton jashtë Kosovës, edhe qysh ka me u organizu kësaj rrode, njëkohësisht kur ka me u votu në për përfaqësi diplomatike, në ambasada konsulata edhe kur përmes postës. Procesi votimit jashtë vendit është një ndërmarrje e madhe që bën nga ana e KSZ-s, sidomos pas ndryshimeve apo pas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme i cili është miratuar në vitin 2023, sepse ka shtuar përgjegjësitë e KSZ-s sa i përket këtij organizimi dhe të gjithë këtij operacioni zgjedhor. Fillimisht sa i përket regjistrimit të votuesve jashtë vendit, do të fillojë me datë 26 nëntor dhe do të përfundoj me 6 dhjetor 2025. Pra, gjatë periudhës 7 ditore, të gjithë shtetasit e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe kjo mund të bëhet përmes dy mënyrave, përmes platformës elektronike të KSZ-s, si dhe përmes postës duke dërguar aplikimin në kutinë postare të KSZ-s në Kosovë. Natyrisht ne inkurajojmë që të përdoret platforma elektronike e KSZ-s për shkak edhe sepse është shumë më i lehtë. Nëse vinë në Kosovë gjatë kohës kur janë zgjedhjet? Para si ti përgjigjem kësaj, nëse mund edhe të sqaroj sa i përket votimit jashtë vendit, organizohet në dy mënyra, votimi fizik në përfaqësi diplomatike. Për këtë KSZ miraton listën e qendrave të votimit dhe të përfaqësive diplomatike, do të thotë se ku zhvillohet ky proces, dhe votimi përmes postës. Për këtë KSZ hap kutitë postare në shtete të ndryshme ku qytetarët, pra shtetasit e Kosovës, të cilët të regjistrohen për këtë mënyrë votimi, mund të dërgojnë pakon e tyre me fletvotime. Votimi fizik në përfaqësi diplomatike realizohet apo mundsohet me datë 27 dhjetor, një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, ndërkaq votimi përmes postës do të fillojë më 12 dhjetor dhe përfundon më 27 dhjetor 2025. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, KSZ certifikon listën e votuesve, cila përmban votuesit si brenda vendit, por edhe listën e votuesve me votuesit që janë regjistruar jashtë Kosovës. Votuesit të cilët regjistrohen për të votuar nga jashtë Kosovës, qoftë në përfaqësinë diplomatike apo për të votuar përmes postës, emrin e tyre do ta gjejnë vetëm në listën votuese jashtë Kosovës dhe në bazë të ligjit KSZ emrin e këtyre votuesve, pra që regjistrohen për të votuar jashtë Kosovës në njërin nga këto dy mënyra, emrat e tyre i largon nga lista votuese e cila shpërndahet në vendvotime. Ndërkaq për shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, por që nuk përfshihen, pra nuk regjistrohen për të votuar jashtë Kosovës, qoftë përmes postës apo në përfaqësi diplomatike, emrin e tyre mund ta gjejnë në listën votuese e cila shpërndahet në vendvotime në Kosovë dhe për këtë do të thotë se ku është adresa apo qendra e votimit të një qytetari për të votuar në ditën e zgjedhjeve, kjo mund të kontrollohet përmes platformës elektronike të KSZ-s, e cila është vendosur në webfaqen tonë. Pra, një votues jashtë Kosovës, i cili regjistrohet për të votuar në përfaqësi diplomatike apo përmes postës, emrin e tij do ta gjejë vetëm në listën votuese jashtë Kosovës, ndërkaq jo edhe në listën votuese brenda vendit. Ata apo ato shtetas që nuk regjistrohen do ta kenë emrin e tyre në listën votuese e cila shpërndahet në vendvotime në Kosovë dhe natyrisht se mund të votojnë fizikisht në vendvotimin e tyre në Kosovë. Emrin e tyre nuk e kanë gjetur ndoshta në vendbanimet e tyre edhe disa votues në zgjedhjet e kaluara, ose janë caktuar të votojnë në një komunë tjetër, ose ka pasur edhe telashe me asistimin e personave me aftësi të kufizuara. Si do të i kaluan këtu? Po, ka pasur raste ose si themi vërejtja, ankesat paraqitura gjatë ditës së zgjedhjeve lokale në media nga qytetarë të cilët janë ankuar se janë caktuar të votojnë në qendra ndoshta edhe në komunën jo përkatëse. Ka pasur gjithashtu edhe procese ankimore në PZAP dhe të gjitha këto ne i kemi sqaruar qoftë edhe publikisht, por edhe duke i dhënë përgjigje PZAP-s, i cili natyrisht në rast të tilla kur ka ankesa kërkon nga KSZ të sqaroj situatën. Kjo çështje është ndërlidhur me adresat e cilat janë deklaruar nga vetë qytetarët e Kosovës në
sistemin apo në sistemin elektronik e-Kosova, dhe prandaj kjo është reflektuar edhe në qendrat e tyre të votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e merr listën votuese apo lista votuese buron nga ekstrakti i regjistrit qendror civil, i cili menaxhohet, përgatitet nga institucione tjera, siç është këtë rast Agjencia e Regjistrit Qendror Civil. Prandaj edhe këto ndryshime që qytetarët i kanë bërë gjatë muajve të fundit, duke bërë ndryshime të ndryshme në sistemin e-Kosova, janë reflektuar pastaj edhe në qendrën e votimit të tyre në Kosovë. Do të kemi një fushat informuese gjatë këtyre ditëve që qytetarët që kanë pasur vretje, por edhe të gjithë të tjerët që të kontrollojnë adresën e tyre në e-Kosova, pra adresën e vendbanimit të tyre zyrtar, dhe nëse ka ndonjë, si themi, nëse adresa nuk është e saktë, natyrisht që ata mund ta bëjnë këtë ndryshim, i cili më vonë pastaj do të reflektohet edhe në qendrën e votimit ku ata do të votojnë. Një praktikë që nuk është po në Kosovë është edhe ajo e votimit të hershëm. Te na ka staf kryesisht që punojnë për institucione shtetërore dhe që e kanë të domosdoshme me qëndrum punë, qoftë policit, zjarfiksit ose mjekët, nështë edhe gazetarët ka një herë, edhe pse nuk është që janë dalu në herë me dalë me votu. Mirë po të regom pëse s'ka votim të hershëm, edhe kur ka me fillu kjo farë praktike? Ligji për zgjedhjet e përgjithshme parashem mënyrat se si organizohet votimi në vendin tonë. Ekziston votimi i hershëm, por kjo bëhet vetëm për shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, të cilët fillimisht ka një periudhë kohe për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe pastaj për të votuar qoftë përmes postës apo në përfaqësi diplomatike. Një tjetër mënyrë e votimit që organizon KQZ është votimi persona me nevoja të veçanta. Ky operacion zgjedhor bëhet jashtë vendvotimeve në adresat e caktuara të këtyre votuesve. Ndërka sa i përket votimit të hershëm, natyrisht për profesione specifike siç janë policët, ushtarët, zjarfiksit dhe gazetarët natyrisht, kjo nuk është paraparë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Në zgjedhjet e përgjithshme ekziston mundësia për të votuar me kusht. Kosova është një zonë e veçantë, një zonë e vetme zgjedhore dhe një votues i një komune të caktuar mund të votojë në një komunë tjetër, natyrisht nëse shkon në qendrën përkatëse e cila hapet nga KQZ për të mundësuar votimin me kusht. Ndërkaq kjo në zgjedhje lokale është më problematike sepse çdo komunë është zonë e veçantë zgjedhore dhe jo të gjithë personat të cilët janë të angazhuar me punë zyrtare ndodhen në komunën e tyre.